Natyrisht, kësaj radhe jam e surprizuar fillimisht për mbështetjen e njerëzve të jashtëzakonshëm që thjesht më kanë tjetërsuar si Adelin, është ndjenjë e bukur, është ndjenjë e papërshkrueshme. Nuk e kam besu që kam e përjetu këtë ndjenjë, po të njëjtën kohë është edhe ndjenjë përgjithësie. Kështu që unë si Adelin kam e ngritë zonin edhe po qmos, do të thëmë prej fushës nga vi, po edhe prej fushave tjera pse jo. Në cilën pjesë praktikisht kena me të po të fokusume? Natyrisht ka me qenë kultura, arsimi, mirëqenia sociale, kështu që kjo ka me qenë fokusia. Cilat janë fjalët ose mesazhet për 28 dhjetor për krejt qytetarët e Kosovës? Unë qytetarët, veç mu ju thonë faleminderit për dashunin që ma keni dhanë, ka me mundu Adelina me dhanë të njëjtën dashuni. Mesazhi jam kryesor është delni, votoni, se vota juaj ka me bo ndryshimin këtë vend. Unë mendoj është një ditë e madhe, po shihet që ka filluar një entuziazëm për Lidhjen Demokratike për partinë shtetformuese. Deri tash mendoj që shumë parti tjera më tepër kanë menduar për pushtet, jo për shtet. Lidhja Demokratike është parti e cila punon për shtet. Prandaj është një ditë e mirë që besoj që tash këtyre zgjedhjeve do të jetë pak më ndryshe në drejtim. Në cilën fushë kemi me po Fadil Gecin? Fadil Geci ka me qenë fushën e unitetit, çdo punë që e bën për shtet dhe për Lidhjen Demokratike pro-amerikane, që të Ibrahim Rugova me misit përhershme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dy fjalë për qeverisjen e Kurtit, çka ka me bën ndryshe LDK-ja? LDK-ja është parti e djathtë, që dallon sa nota me ditë me këto të majtën, gjithçka do të bën për familjen e fortë tradicionale, familjen që familja fort dhe shteti fort, dhe do të mundohet për zhvillimin ekonomik, sidomos për punësimin e trive. Sot veç e dëgjuat programin e kryetarit dhe besoj gjitha ato që i ka thonë do t'i përmbushëm për pikni, po edhe shumë tjera që është interes përgjithshëm do t'jem aty afër dhe do t'jem për unitetin e përgjithshëm në Kosovë dhe për aktivizimin e gjitha shtresave të LDK-s që janë pushim. E ato e meritojnë shteti i Kosovës, Lidhja Demokratike me udhëheqje. Cili është mesazhi jot për krejt qytetarët për 28 dhjetor? Për 28 me dalë, sa më shumë me dalë, edhe me votue Lidhjen Demokratike. Nuk po them që jam unë në atë parti, po gjitha punët e mia çka janë bëu për Kosovën, janë bëu në këtij organizimi. Asnjë punë që e ka bëu Lidhja Demokratike prej fillimi e deri sot nuk është diçka që dikush e ka vlerësuar ndryshe, po gjitha janë të pranuara para botës, para bashkisë ndërkombëtare. Prandaj është e udhës me votu Lidhjen Demokratike nëse dojmë shtetin e fortë Kosovës. Lombard, ç'është është për ty me kandidua si deputet i LDK-s? Është një nder gjithmonë me kontribu për vendin tem. Faleminderit mas pari LDK-s që më ka jap prap mundësinë dhe do provoj me jap maksimum me kontribu në aspektin e votat për LDK-n. Lombardi nuk është prioritet, po është LDK-ja dhe çdo votë që vjen për Lombardin është për LDK-n. Kështu që Nina për më falënderues që jam pjesë edhe sot është prezantimi i kandidatëve nga gjitha degat e Prishtinës dhe Punina Krenar. Qa mendon që të ka penalizu herën e parë që si ke marrë votat e dura për më bëhet deputet? Çdo vot ka qenë një dëshmi për mua që është një rrugtim që muj me mbajt ose muj me anis. Dhe për mua ka qenë nder mi morë për mi 7.000 vota një djallë nga showbizi që nuk ka pas shumë eksperiencë në politikë, veçanërisht një parti si LDK-ja, një parti me intelektuala, një parti me vlera, parti konservative që nuk është lehtë një djallë i ri prej showbizit me ardhur mu kyç, por jam qenë i befasuar çfarë mirëpritje ma kanë bën bashkëpartiak dhe kryetari i Lumiri. Kështu që për ne jam tuni shumë mirë këtë partia dhe në fund me LDK-n. Në cilën pjesë kena me pa Lombardin si deputet? Unë kam provu me qenë si gjithmonë, ka qenë moto jame që unë jam kthy për rinien këto, ne du me tregu që rinia nuk është gjithmonë rrugdalja e rinies me ikë jashtë vendit. Është edhe një mundësi mu kthy prej jashtit, mu kthy këto, kështu që kam bërë unë edhe këtë shembull po du me tregu. Big Brother është do të jetë gjithmonë pjesë e jemja, edhe pse po kam normal që kam qefun e kumin politik për me pas një reprezentim ma shumë reprezentim partijak. Por nuk është që nuk jam të këshyra dhe na për TikTok apo dalin do rilsa, është një format shumë i mirë, Big Brother 4 ka me pas shumë sukses dhe jam shumë pozitiv, i surprizum. Një banor pak ma favorite që e ki? E kam një shok aty, është kushtrimi, është shumë djalosh, i uroj shumë fat, po my favorite Lundrimi është shumë i mirë, është shumë qesharak edhe o të boni i loj shumë të fort, por ko gjasa edhe që Eliona mund me mri shumë nalt. Ne e presim një rezultat jashtëzakonisht të mirë në zgjedhjen e 28 dhjetorit.
kemi qenë konsistent, e kemi mbajtur fjalën me elektoratin tonë, atë që kemi premtuar edhe para zgjedhjeve nacionale të 9 shkurtit, edhe para fushatës, edhe gjatë fushatës, edhe pas fushatës. Kemi qenë stoik në qëndrimet tona, e kemi përfaqësuar elektoratin e LDK-s edhe natyrisht që presim një rezultat shumë të mirë në këto zgjedhje. A mendon që kemi fitu apet edhe një mandat? Ka jashtëzakonisht pak rëndësi se a e fitoj unë mandatin e deputetit apo jo. Ne jemi në garë ekipore, po synojmë të gjithë bashkë të 110 kandidatët, po synojmë ta bëjmë më të mirën për LDK-n. Prej Lumir me numrin e, deri te Parisi me numrin 110, e gjithë lista e LDK-s është e përbënë prej njerëzve të jashtëzakonshëm me profile të ndryshme që e përfaqësojnë lidhjen demokratike të Kosovës në mënyrë të denjtë. Fushata jam edhe aktiviteti jam politik i gjithë është i koncentruar në luftimin e krimit edhe korrupsionit. Unë jam djalë i Kosovës, djalë që jam rrit në Republikën e Kosovës, e du shtetin tam, edhe natyrisht që edhe ku nuk kam qenë politik, edhe masi kam hyrë në politik, nuk lejoj në asnjë mënyrë nuk e përdor paratë e shtetit, kështu që kushdo që i fut durt në buxhetin e shtetit, natyrisht që unë do të jam aty fuqishëm edhe për t'i tregu, edhe për t'i ndalu ata të cilët tentojnë me keq përdor buxhetin e shtetit, me blloku Kosovën, me blloku institucionet e Kosovës, kështu që gjithë angazhimi im politik ka qenë edhe do të mbetet natyrisht vetëm në të mirën edhe zhvillimin e Republikës Kosovës. Edhe një mesazh për krejt qytetarë për 28 dhjetorin. Me 28 dhjetor, kur të shkani në kuti të votimit, mbajeni në mend, fleta e votimit nuk është veç një fletë e zakonshme, është fletë që ka fatin tënë në dorë për 4 vjet të ardhshme, kështu që mendo jo veç për vete, por mendo edhe për fëmijët e tu, edhe për pasuesit e tu, kështu që zgjedhni 2-3.